Dhe tani jemi duke parë pamje të cilat ka realizuar ekipi Radio Televizionit 21 gjatë ditës së sotme në klinikën e pediatrisë në kuadër të qendrës klinike universitare të Kosovës. Atje duket se janë larguar shtretërit të cilët duket që janë shumë të vjetër, mos flasim për njollat e pafund të cilët kanë. Dhe krejt kjo ka ndodhur pasi që një nën mori guximin dhe mori vendimin që të kundërshtonte atë çfarë ajo dhe fëmia e saj po përjetonin brenda kësaj klinike. Po flasim për zonjën Aulon Mehmeti, e cila ditë më parë reagoi për atë se çfarë po ndodh brenda kësaj klinike dhe sa e vështirë është të trajtosh fëmin tënd në këtë institucion. Më pas kemi pas një tjetër reagim të Aulonës, i cili në fakt e bëri këtë çështje, këtë problematik edhe më të madhe, fakti që asaj është kërkuar llogari për postimin që ajo ka bërë në rrjetet sociale nga drejtuesit e klinikës në fjalë. Ka pasur një mori komentesh dhe në mesin e tyre ka pasur duket edhe mesazhe të cilat janë të pafund të nënave, të familjarëve të cilët kanë përjetuar nga afër të themi një skenar të ngjajshëm të asaj që Aulon Mehmeti kishte përjetuar gjatë qëndrimit të saj në klinikën e pediatrisë. Rastet si të Aulonës janë shumë të rrallë, për të mos thënë pothuajse shumë të rrallë në kuptimin 1 në 100 të cilët ose më shumë të cilët marrin guximin që të flasin për atë çfarë ata përjetojnë brenda institucioneve të shëndetësisë në vend. Ku është pediatria, ku është shëndetësia, cilat janë të metat më të mëdha të të këtyre institucioneve të cilat as pas kaq shumë vitesh nuk arrin që të bëjnë as edhe një ndryshim më të vogël. Duhet një nën që të qohet komentojë në mënyrë që të merret një vendim me u shkarku disa drejtues e disa zyrtar e krejt fund edhe me undru këta shtretër të cilët janë aty për vite të tëra, pra për shumë vite më parë. Krejt këtë do ta diskutojmë me ekspertin e shëndetësisë, ish kryetarin e shoqatës së pacientëve, zotrin Besim Kodra. Nderuar, të falenderoj shumë për kohën që po ndani sot për ne dhe shikuesit tanë. Zotri Kodra, fillimisht patëm postimin e Aulon Mehmetit për atë çfarë po ndodhte në pediatri. Më pas pat një intervenim, nëse mund të themi, për të kuptuar ku janë fajet dhe për të kërkuar një përgjegjësi nga zonja në fjalë që ka bërë postimin. Dhe prapë edhe kjo nuk ju shkoi për shtati. U desh që të shkarkonin zyrtar të caktuar, po as kjo nuk ju kreu punë. E më duket që pas krejt qytyne, që krejt lidhen me Aulonën, erdhi vendimi që me u largu ata shtretër të vjetër, me njolla pafund, as pak higienik, të cilët nuk ju hekët ajo papastërtia nëse veç ju hedhim një çarshaf sipër. Si do ta komentoni krejt këtë storje dështimi të shëndetësisë që patëm në këto 3 ditë të fundit në vend? Nga postimet kanë shkejnë ma problematik se tjetëri. E vërtet? Postimi i parë në shfaqje hapër se cilat gjendje janë në cilën trajtohen fëmijët aty. Postimi i dytë ke edhe më shqetësot se ky kur nuk provohet me u zgjidh problemi, por provohet me u friksu një anë për me u tërheq prej qëndrimit saj. Akti edhe më shumë se kaq kur institucionin në presionin e publikut vendos me marrë veprime advoke për me shu çfarë diskutimin publik. Krejt tash po pajtohet se gjendja nuk është mirë dhe ka vendosur me heq ata shtretër që janë të dëmtuar aty. Kjo tregon se aty po kërkohet më bëni kurban vetëm sa me të rreshtur. Kështu që e kam thënë edhe një herë në emisionin e ynë kohë më parë. Po, e kujtoj. Se problem tek ne është këto story të zgjasin mes 3 ditë. Mbas 3 ditë ka më dalë një skandal tjetër e kemi ardhur. Nuk ky akt cilën e pam dje nuk është më i madh për nga rëndësia se sa një akt tjetër që ka ndodhur kur fëmia u fut në Rvalarse në spitalin e Pejës. Po. Por gjamat nuk kanë ndryshuar. Ka më ndodhur ky, kanë më ndodhur disa të tjerë, ne mund të shkarkojmë disa punëtorë ose t'u japim brejtje, por gjamat nuk ndryshojnë për shkak se janë sistemike. Para këtij postimit të Aulonës që ka bërë shumë mirë që ka postuar, ka pasur një postim tjetër para 2-3 ditësh një shtrat që ka qenë komplet i ty. Edhe ai rast u heq, nuk u diskutu. Në shumë gjas, prindë aty shkërcënuar dhe sigurt se kanë probleme me Aulonën. Të gjitha këto tregojnë për një
maskim të sistemit shëndetësor e jo përmirësim gjendjes aty brenda. Dhe a duhet patjetër që të kemi një nën që duke që e kishte fundin e durimit për të parë atë çfarë po ndodhke, të qohet dhe të reagojnë në mënyrë që ne të kemi një reagim institucional. E përmendet, janë storje të cilat zgjasin 2-3 ditë dhe vëmendja sikur largohet në diçka krejtësisht tjetër. Pse duhet presim ne si shoqëri që t'jetë një aulon dhe të mos jemi shumë aulona të tjera të cilat duhet të ngrejmë zërin dhe të kërkojmë që shërbimet për cilat paguan se cili taksa paguas i këtij vendi të jenë më të mira, të jenë të dinjitetshme për secilin prej pacientëve që janë të shtrirë aty. E para, Kosova ka dështu me ndërtu një shoqëri demokratike në cilën bën pjesa një shoqëri civile e fortë. Dhe të thënë, institucionet e Kosovës nuk kanë fonde të cilat ndahen për shoqërinë civile, që ajo më na u dash në situata si kjo që na alarmon se gjanat nuk kanë shkuar në drejtimin e duhur. Edhe rrjedhimisht shoqëria kosovare nuk është e grupuar mjaftueshëm. Pacientë, si më thonë, janë shumë pak të organizuar në raportimin e gabimeve. Ka në anën tjetër kemi profesionistë shëndetësorë që edhe me nivelin e informatave qëndrojnë shumë më mirë, edhe me formën e organizimit, edhe me masën pasurore, sepse paguhen shumë mirë, edhe janë shumë pacientë ndihet shumë i pafuqishëm për me bërë një reagim që ka bëu. Edhe aty storjet e tilla në shoqatën ku kam punu kanë ardhur shpesh, domethënë nga secili institucion kanë ardhur edhe nga institucionet publike, nganjëherë edhe nga privatët, jo për shkak të infrastrukturës, por për një çështje tjetër. Mirë, po këto storje, si më thonë, mbeten kryesisht në diskutim për shkak se institucionet nuk janë të gatshme me u marrë seriozisht me to. Rasti aulonës është një problem sa individual që kërkon zgjidhje, sa një problem kolektiv. Në fakt, te aulona e kemi gjetë vetën shumë nëna të cilat kanë pas të shtrirë fëmijët e tyre në këtë klinikë. Pikërisht, unë sa kam qenë fushat zgjedhore kam pas një videoklip që më ndojsha me i tregu njerëzve se çka po du me bëu në fushat, ku thasë përveç kush i kam bërë kpucat e pacientit e din shumë mirë se ç'është funksionon sistemi shëndetësor Kosovë. Shumë e vërtetë. Ndryshe funksionon për karikës ministrit, ndryshe funksionon për drejtorit SHKK-s, ndryshe funksionon kur ti mbah kpucat e pacientit edhe hyn me një labirinth shëndetësor. Prej asaj që ke parë, zotri Kodra, si një njeri që je marrë për një kohë shumë të gjatë me hallet dhe dertet e pacientëve të Kosovës, a i kanë vesh këta drejtar, këta ministra, ndonjëherë ato kpucë, me provu me bë qoftë edhe një ecje më të vogël brenda këtij institucioni? A ke pa një veprim qoftë më të voglin të kësaj natyre, se ne i shohim kur bëjnë ato postimet në klinika të cilat na duket sikur nuk janë të Kosovës fare, po nuk janë reale. Pikërisht, problemi qëndron se politikanët nuk po trajtojnë sistemin shëndetësor nga këndi i pacientit, po nga këndi i politikanit. Këto gjëra dallojnë shumë, nëse këshilli nga perspektiva, nëse shef postimet e ministrit, i duket sistemi shëndetësor në Kosovë si me kanë sojdi. Po kur shkan aty, e shet që nuk i barë, e shet që e ki një staf shëndetësor, një infermier që janë jashtëzakonisht të demotivu me pagën që e marrën dhe kushtet e punës. I shet do mjekë të cilët janë të gatshëm për me lëshu institucionin shëndetësor për shkak të 100 problemeve aty që janë brenda. E shet një higienë të cilën e pa ndjeq. Ka dhe plot gjëra tjera të cilat nuk shihen, atëherë gjithsesi perspektiva dallen. Jo rastisht bota moderne, mënyrën se si organizohet sistemi shëndetësor duhet më fokusu te nevojat e pacientëve. Prej aty buron një ndërtim i sistemit shëndetësor normal. Që para pak ditësh na patëm një drejtorisht të nefrologjisë, e cila dha bërheqje për shkak të presionit. Domethënë kemi një anë tjetër e cila është pak më fuqishme, që për shkak të presionit nuk u tërheq. Edhe sa njerëz janë brenda aty, të cilët janë të duru presionin, por nuk guxojnë me i thonë gjana që janë. Aq keq është situata brenda? Aq keq është situata brenda? Aq keq është situata brenda vetë stafit, brenda vetë drejtuesve të QKUK-s? Nga kontaktet e shpeshta që kam pas me punëtorë shëndetësor, e di që ata nuk guxojnë me folë. Domethënë kanë shumë brejtje. Nuk mundem me thonë që gjendja është më keq se sa që ka qenë. Se vetë investimet, vetë rritja e buxhetit e ka ndikuar në sektor të caktuar, nuk mundem me thonë që është qartë. Po problemi është nuk është që e thonë këta.
nuk është që e thënë politikan, nuk është që e thënë ministri. Ai vend ka shumë probleme. Jo veç ai vend. Shëndetësia në përgjithësi në Kosovë ka shumë probleme. Domethënë për sa vite na nuk kemi arrit me bën një sistem informativ shëndetësor, e kemi lënë njerëz pa sigurime shëndetësore, e kemi lënë pa mjek familjar për zgjedhjen, po i lënë vazhdimisht pa barna, kur shkojnë në ushtri aty e shohin që niveli i higjienës është aty poshtë, domethënë jemi marrë vetëm me çështje të cilat në fotografi dalin bukur, por nuk e përmirësojnë në thelbe esencën e trajtimit të pacientit. Zotri Kodra, nisur për krejt kësaj që po themi, a i bie që ne nuk kemi problem vetëm me mungesën e këtyre investimeve që janë shumë të nevojshme për sistemin e shëndetësisë në vend, por i bie edhe me këtë kulturën institucionale, me mënyrën se si trajtohet qytetari kur kërkon shërbim, kur kërkon llogari. Ti duhet të jesh shumë i urtë për me marrë shërbimin që ti po kërkon aty, apo i bie kështu të jetë situata aty brenda? Të pacientët aty më shumë trajtohen si hallëgji. Okej. Të cilët si më thonë janë në një me bo se vop me ta, ashtu. Edhe po e prishin Terezinë e stafi shëndetësor ose institucionet aty ku janë. Problemi që ndron te mënyra se si financohet sistemi shëndetësor. Dallim shumë vogël mund të vret për shembull mund të thonë dallim shumë i madh te institucionet private për shkak se pacienti e ka në dorë pagesën që ka me bën për sistemin shëndetësor. Ndërsa në SHKU pagesa bëhet erdhen ose nuk erdhen pacient aty. Cili është interesi atyre që përkushtohen ta trajtojnë një pacient në mënyrë më të mirë të mundshme? Ata pagën në fund të muajit kanë me marrë. Për këtë arsye, vota moderne ka heqë mënyrën se si funksionon sistemi shëndetësor, ka heqë moti për shkak se ka pasur nuk funksionon. Çka unë nuk pajtona fare se krejt këto, rasti Aulonës, atë drejtoresha që ka ndërheqje, ai rasti i kërbatit tyne, fëmija qenë në ndrobalarse, ai logopedi që të trajton fëmijët, janë pasoja të një sistemi shëndetësor që nuk funksionon. Pra na duhet merrem seriozisht me sistemin shëndetësor në mënyrë që ai mos më na prodhoj, si pasojë që më na prodhon vazhdimisht. Unë e përmend edhe në fillim, edhe po përmend i prapë. Ky rast mund të më zgjat 2 ose 3 ditë. E qartë. 2-3 ditë nuk diskutohet pa. Edhe na prapë kemi me prit një rast mas 2-3 ditësh që ka me ndodhe tillë, edhe u marr prapë me to. Do të thonë këto janë krejt pasojat e një sistemi që nuk po funksionon. Sepse nuk po funksionon, sepse nuk kemi bën një sistem informativ shëndetësor që na tregon njëve për gjendjen shëndetësore të qytetarëve dhe mënyrën që menaxhohet, edhe nuk kemi bën një sigurim shëndetësor që i kontrakton shërbime shëndetësore aq sa i në dhe mënyrën se si janë shëndetësore ose jo. E qartë. Zotri Kodra, nisur nga përvoja juaj, nga krejt kjo që po e themi, a i bie që Kosova nuk ka mekanizma të mjaftueshëm të cilët do t'i siguronin mbrojtje të drejtave pacientëve, apo gjithçka është e varur në këtë mirësinë dhe dëshirën që stafi, drejtuesit kanë për të ushtruar profesionin e tyre, për të kryer punën e tyre, obligimin e tyre. E kam thënë edhe më herët, unë kam qenë një kriter. Kemi thënë shumë herë këto gjëra, por na duhet i përsërisim i nderuar, sepse po jetojmë një realitet goxha të hidhur. Patyshim, se tash po flasim për një realitet tjetër. Unë kam qenë një kriter më të madh të sistemit shëndetësor dhe profesionistëve shëndetësor. Megjithatë, besoj, unë mendoj kështu. Na kemi profesionistë shumë të mirë. Nuk e diskutojmë asnjëherë këtë. Po. Na, do të thonë, ja kemi lënë komplet në vullnetin e profesionistëve shëndetësor se çysh dojnë mos sjellë me pacient. Mekanizmat të llogaridhënies nuk ka. Merrni Finlanda konsiderohet një nga shtetet më demokratike në botë. Edhe Finlanda ka bërë avokatin shtetëror të pacientëve. Do të thonë një institucion që i mbron në vazhdimsi pacient. Tash merrni në mend, niveli i Kosovës poshtë, pacientët mbeten komplet të pambrojtur. Edhe kjo tregon për një mungesë të organizimit institucional që është i fokusuar ka nevojat e pacientit edhe e organizon sistemin shëndetësor në bazë nevojave të pacientit. E qartë. Tani e përmendëm në fillim të kësaj bisede këtë elementin që u tha që do të ketë shkarkim të zyrtarëve të caktuar dhe ju e thatë shumë bukur me këtë metaforën tuaj. Patjetër që kena me pas një kurban për krejt këtë punë. Në fakt, momentet të tilla janë goxha të rënda edhe për vetë stafin brenda këtyre institucioneve. Pra, kushdo duhej të ishte ky kurbani i krejt kësaj kurbanim, nëse mundemi me thënë ashtu, i krejt këtij rrëfimi që ndërlidhet me
atë çfarë ka përjetuar Aulona, Edona, e shumë besimi, Max, e shumë njerëz të cilët kanë pas nevojë qoftë edhe një herë të vetme për një kujdes brenda institucioneve të shëndetësisë në vend. Problemet e na qëndron për faktin se drejtues të institucioneve shëndetësore drejtimin e një klinike marrin më shumë privilegj se sa përgjegjësi. Në Kosovë është shumë më shumë përgjegjësi se sa privilegj. Nuk është me rëndësi a ka lidhje të drejt për drejt drejtori i klinikës me një diçka të tillë. Përgjegjësia dhe llogaritania shkojnë për te obligime ligjore. E qartë. Në rastin konkret, në qoftë se çato skena kanë ekzistuar brenda klinikës së pediatrisë, edhe drejtori së bashku me stafin aty në vazhdimsi kanë shkuar vizitat mëngjesit ose sipas ditës edhe kanë brejt rastet të cilat janë ashtu dhe nuk kanë marrë veprime, atëherë përgjegjësia do shkojë tek institucion. Pikërisht drejtoria e asaj klinike për të vazhduar më të tjerë. Nuk e përmirëson gjendën, nuk e rregullon problemin shkarkimin i punëtorit teknik atje që është krejt në fond, ose dhënia e vërejtjes për dojnë për njerëz të cilët, si më thonë, nuk mundën me çuzanin që atë ku duhet. Ja, duhet bëhet luftë bryllash, kush është më i fortë fiton e kush është më i dobët i tregohet brylli. Unë mendoj se duhet filloj me funksionu drejtësia. Sepse prapë do të kemi raste të tilla. Unë pash një video pak para se të fillojmë emisionin ku kishin filluar heqja e kervatëve të dëmtuar nga klinika. Do të thonë që çfarë përva kanë qëndruar në çat klinik deri tash. Edhe tash pas një reagimi komplet, po duhet mu heq kush e merr përgjegjësinë për këtë rast. Kush e merr përgjegjësinë për këtë rast? Pikërisht, unë ndërheqjen e konsideroj një akt shumë moral. Dhe mendoj që për njerëz të cilët kanë bën ndërheqje për shkak të përgjegjësie, e gëzojnë atë autoritetin më të afër, unë personalisht. E kuptoj. Nuk mendoj që vazhdimi i qenit drejtor në një situatë tillë është një farë privilegji. Nuk mendoj që është privilegj. Unë e kisha ftuar, nuk e di, desa nuk e di kush është drejtori aty, ose drejtorisë, s'kam ide, por e kisha ftuar publikisht me dhënë ndërheqje edhe m'ia lënë gjendje normale më trajtuar. Ja, po mendoj që kjo situatë apo situata të tjera të ngjashme. Dhe në krejt këto intervistë unë do doja shumë një mesazh tëndin për të gjithë ata të cilët mund të kenë të shtrirë familjar brenda QKUK-s në vend, brenda institucioneve të shëndetësisë kudo në Kosovë. Të ndjekim shembullin e Aulonës dhe të kërkojmë llogaridhënie ndaj atyre të cilët, e thash edhe më parë, paguan prej taksa pagesave tona. Fundit është një lloj detyrimi që ata kanë ndaj nesh, nëse mund të themi kështu. Unë gjithmonë kam qenë tarja asaj që njerëz duhet t'i kërkojnë të drejtat e veta, pa i kërkuar ato nuk na vi si dhuratë. Problemin për 13 vite sa jam marrë me këtë çështje e kam pa tek institucione që nuk është i gatshëm me akomodu kërkesat ose ankesat e njerëzve. Edhe rritja e kërkesave të njerëzve, në anën tjetër rezistenca e institucioneve për t'ia respektuar të drejtat, vetëm se ka pa të shkaktuar konflikte në institucione shëndetësore, staf shëndetësor dhe pacientët filluan me u konfrontu me vetën nga njëra dhe fizikisht. Për mua shumë e rëndësishme institucione me pas mekanizma të llogaridhënies, që absorbon shumë mirë kërkesat dhe ankesat e pacientëve, edhe pacient sa më shumë me parashtru ankesa. Vetëm ankesat e përmirësojnë sistemin shëndetësor. Ankesat për një institucion që përdan mu përmisu, konsiderohen margaritar për shkak se institucioni nuk mundet me pa këtë probleme që shojnë pacient. Ne shojnë problemet edhe në hotel kur shkojnë, jo vetëm në institucion shëndetësor. Po do më dhënë një shembull shumë konkret për çto. Në Poloni, që Polonia ka pas vetëm një ankesë në vet. Edhe atje ka vendosur me bë avokatin shtetëror të pacientëve. Siç e përmendëm fillim. Në momentin po bë avokati i pacientëve, ankesa nga 10.000 janë rritë në 70.000. Jo sepse janë përmirësuar shërbime shëndetësore, por sepse njerëz kanë filluar me besu që përmes mekanizmave të ankesës mundin me zgjidhë problemet që kanë. E qartë. Zotri Kodra, të falenderoj shumë për gjitha informacionet dhe gatishmërinë tënde që të marrim më shumë detaje rreth krejt kësaj çfarë ka ndodhur dhe asaj që realisht do duhet të ndodhte pas një zhvillimi të tillë brenda qendrës klinike universitare të Kosovës. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë për tekstin të natë. Të lutem.